Tha mos i mësojni festat e jo besimtarëve. Tha dhe mos merrni pjesë në festat e tyre. Allahu azza wa jalla thot për besimtarët: "Walladhina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil-lagwi marru kirama." Thot Allahu azza wa jalla, dhe besimtarët të cilët nuk marrin pjesë në gjërat e liga, e kur kalojnë rreth vendeve ku ka si liksira, ata kalojnë si krenar duke mos marrë pjesë në ata. Thonë disa dietar se ky ajet ka për qëllim edhe festa që i bën një besimtarët, që muslimani të mos merr pjesë në ato festa, që të mos merr pjesë në ato tubime, grumbullime që e kanë. Një ditë për ditë Omeri radhiyallahu anhu ju tha muslimanëve si halif i tyre, tha mos i mësojni festat e jo besimtarëve. Tha dhe mos merrni pjesë në festat e tyre. Tha vallahi kam bindjen në Allah se në vendet ku marrin pjesë në festat e tyre është shumë afër, shumë gatë me ardh azabi dhe shkatrimi i Allahut azza wa jall, sepse në përkombën gjitha rregullat dhe parimet njerëzore.